Vrasja e Ilarias Sulës, një setimi për nënën e autorit dyshohet se e fsheu trupin e studentes shqiptare. Nëna e Mark Anthony Samson, 23 vjeçarit që vrau studente shqiptare, Ilarias Sula tashmë është nën hetim për bashkëpunim në fshehjen e Kufomës. Sipas La Presse, nëna e 23 vjeçarit Filipinas kishte qenë e pranishme në shtëpi në momentin e krimit dhe kishte dëgjuar britmat e tërës që vinin nga dhoma e gjumit ku ndodhi vrasja. Me të hyrë në dhomë, ajo pa trupin e pajet të vajzës dhe më pas ndihmoi djalin e saj të pastronte vendin e krimit. Hetuesit, të cilët deri më tani kishin bazuar hetimet në versionin e dhënë nga Samsoni, shprehen dyshimet për mundësinë që i riu të kishte vepruar i vetëm. Kthesa erdhi në orët e fundit kur hetimet ushtrin edhe për nënën e 23 vjeçarit. Ajo është thirrur për të marrë në pyetje të hënën e 7 prillit në orën 14. Gjatë takimit, i cili do të zhvillohet në praninë të avokatëve të saj, ajo duhet të sqarojë rolin e saj në këtë ngjarje dhe të japë çdo detaj të dobishëm për hetimin. Akuza e hipotezuar ndaj saj është ajo e bashkëpunimit në fshehjen e Kufomës. Ndërkohë, prokuroria e Romës ka autorizuar varimin e Ilarias Sulës, e cila do të bëhet të hënën në 7 prill në vendlindjen e saj në Terni në Umbria. Vrasja e 22 vjeçares Ilarias Sula shkaktoi bujë dhe indinjat të madhe mediatike. Sipas rrëfimit të Mark Anthony Samson, krimi ndodhi në kulmin e një debati mes tyre. Megjithatë, hetimet kanë nxjerrë në dritë element që kanë bërë që hetuesit mendojnë se i riu nuk ka vepruar i vetëm, veçanërisht në drejtim të menaxhimit të vendit të ngjarjes.